1200 raste të reja diagnostikohen çdo vit me SPOK, një sëmundje që prek mushkëritë dhe që ka si shkak kryesor duhanpirjen. Sëmundja obstruktive pulmonare kronike është ngushtim i fluksit të ajrit në rrugët respiratore. Ka dy patologji që përbëjnë këtë sëmundje, bronkitin kronik dhe emfizemën pulmonare. Raste të reja çdo vit me SPOK plus azëm, ose atë që ne quajmë overlap syndrom, SPOK plus azëm, janë rreth 1200-1300 raste të reja. Mjekja pneumologe Entela Naku shpjegon disa nga simptomat më të zakonshme të kësaj sëmundje, e cila nëse nuk trajtohet në kohë, mund të çojë deri në invaliditet. Fillon me një koll me sekrecione, vështirësi në frymarrje, lodhje, e cila gjatë viteve, nëse nuk diagnostikohet dhe trajtohet në kohë, çon deri në invalidizim të pacientit. Zakonisht, pacientët me këtë sëmundje janë pacient edhe me sëmundje bashkëshoqëruese, të tilla si sëmundje kardiake, sëmundja e diabetit, apo sëmundje të muskulaturës. Bluzat e bardha apelojnë që diagnostikimi të bëhet që në shfaqjen e simptomave të para, sidomos tek personat mbi 40 vjeç dhe tek duhanpirësit. Bëjmë dhe thirrje popullatës së gjerë që të bijë dhe të diagnostikohet për këtë sëmundje, sidomos moshat mbi 40 vjeç dhe duhanpirës. Sëmundja pulmonare obstruktive kronike renditet si shkaku i tretë kryesor i vdekjeve në mbar botën.